toka përmban shumë nxehtësi brenda saj. Kryesisht, kjo nxehtësi vjen nga përplasja e asteroidëve të cilët formuan tokën për më shumë se 1 miliard vjet e ca kryesisht. Dhe kjo nxehtësi është e mbuluar nga brenda nga korja e tokës dhe vjen edhe ftohet shumë ngadalë. Nga ana tjetër, materialet radioaktive të cilat janë futur brenda në tokë, pasi janë të rënda, ato vazhdimisht lirojnë nxehtësi, derisa ato të fillojnë të harxhohen si materiale. Nga ana tjetër, bërthama e jashtme e tokës kthehet në bërthamë të brendshme, pasi ajo kristalizohet. Dhe kristali përmban nxehtësinë minimale të mundshme. Dhe kështu që lënda e nxehtë e shkrirë bërthamës jashtme, ndërkohë që kthehet në bërthamë të brendshme, çliron nxehtësi. Nga ana tjetër, është dhe nxehtësia e presionit shumë të madh që formohet nga presioni shumë i madh i tokës. Ngjeshja, pesha e madhe e tokës që shtyp shtesat e brendshme i nxeh ato. Kjo nxehtësi do fillojë të largohet pas miliarda vitesh, mos edhe më shumë se 10 miliard vjet. Toka domethënë do vi të ftohet me kalimin e kohës, por deri atëherë toka do jetë e lëngshme nga brenda, do ketë magmë, do të thonë lavë shumë të nxehtë, i cili do dalë her pas here. Kontinentet do lëvizin, sa majtas djathtas, dhe nga përplasja e tyre do kemi tërmete. Domthonë do kemi aktivitet gjeologjik në tokë, dhe gjithë këtyre miliarda viteve që do na vinë.